Artim Pollozhani është trajner i ri i Flamurtarit pas shkarkimit të italianit Andrea Agostinelli. Në ditën e dytë në këtë detyrë të re, Pollozhani shfaqet për krah presidentit të klubit Sinan Idrisi, i cili i ka dhënë bekimin për të qenë ai, arkitekti i këtyre 4 finaleve, që do të bëni realitet atë që presin të gjithë, Flamurtari në Super League. Në intervistën e parë të dhënë ekskluzivisht për televizionin 6+1 Vlora, si trajneri i Flamurtarit, Pollozhani thekson se skuadra është në rrugën e duhur. Me atë që ka dhënë, unë mendoj që meriton këtë vit futet superiore. Patjetër që ekipi është në rrugën e duhur për të arritur këtë objektiv që sigurisht ka qenë edhe objektivi i parë dhe i vetëm para fillimit të kampionatit. Unë mendoj që kemi 4 finale, por që e para fillon të dielën në ndeshjen e Burreli. Nuk duhet në marrë euforia, nuk duhet të themi dhe flasim që jemi me një këmbë, në gjysmë këmbë me 2 këmbë superiore. Superiore futesh kur je matematikisht. Kështu që duke filluar që në ditën e diel, duke filluar nga finalja e parë për të marrë rezultat pozitive dhe për të bërë gjërat më të lehta pastaj për vazhdimsinë e kampionatit. Pasi që sigurisht që është fundi, secili klub bën llogaritë e veta, por që ne nuk na intereson asnjë farë llogari dhe duhet të futemi ke ai objektiv që kemi me vetes që fillim. Por Artim Pollozhanin ishte një ftesë e papritur e Sinan Idrisit për t'u rikthyer në Vlorë, por tashmë si trajner, kreu i ri i pankinës e di më mirë se kushdo tjetër se klubi është i pari. Ishte papritur, më vjen keq domethënë që gjërat shkuan, pasi që sigurisht që stafi në krye me tani Agostinelli ka bërë një punë të shkëlqyer, por që sigurisht që ndodhin, janë gjëra që ndodhin në futboll dhe nuk ka, për mendimin tim nuk ka rëndësi, më rëndësi ka që klubi të arrijë atë objektiv, pasi siç thash edhe më parë që është jashtëzakonisht shumë kohë e kaluar që Flamurtari nuk bën pjesë në superiore. Kështu që jashtë çdo emri, jashtë çdo personi fizik, i pari është klubi, pastaj vin gjithë poshtë. Si për koincidencë, Artim Pollozhani e ndërtoi këtë Flamurtar të këtij sezoni në ver, në rolin e drejtorit sportiv, më shumë se çdo kush tjetër i njeh më mirë futbollistët, por ka tashmë një detyrë për të punuar më shumë psikologjikisht me ta. Problemi është që futbolli është proces, nuk është një periudhë e caktuar, sepse sigurisht që lojtarët formën e tyre marrin gjatë procesit stërvitor, gjatë ndeshjeve. Këtu kjo pikë jam pak mangët, sepse pavarësisht asaj që e kundërtuar te ekip, por që roli i drejtorit dhe pastaj i trajnerit është jashtë diçka tjetër. Kështu që atë formën, atë gjendjen e ekipit do e shoh këtë ditë, dhe pastaj sigurisht që kohë nuk ka shumë për të bërë një ndryshim. Duhet të vazhdohet me atë punën që ka pas stafi para, por që duhet më shumë t'i vëmë theksa anës psikologjike, sepse ka një rol mjaft jashtëzakonisht të madh në këtë moment, në këtë periudhë që ndodhet ekipi. Pasi që është fundi dhe ana psikologjike është shumë e rëndësishme. Duhet të punojmë shumë nga ana psikologjike. Sigurisht që ka edhe pastaj edhe ana taktike, teknike, por që kjo ana psikologjike duhet të futet në kokë që është finishi dhe duhet të jenë përqendruar 100% që të marrim atë që duhet. Debutimin do ta ketë të dielën në një transfer të vështirë, siç është ajo e Burrelit, por thotë se nuk i trembet. Po, sigurisht që është një fushë që është e vështirë, por që objektivat tona dihen, duke marrë shkas nga ajo që ne secila ndeshje që luhet nga dielën e bëhet më e vështirë për kundërshtarin edhe më e lehtë për ne. Kjo do të thotë që me një fitore bëhet më e lehtë për ne dhe më e vështirë për kundërshtarin. Pyetjes nëse ky Flamurtar ngjitet në Super League, trajneri i ri i jep një përgjigje shumë të sigurt. Po, besoj. Ka gjenuar për të ngjitur Flamurtarin. Po, patjetër. Artim Pollozhani në karrierën e tij futbollistike, në të kaluarën ka qenë lojtar dhe kapiteni i Flamurtarit. Këtë sezon ai provoi edhe një aventurë si trajner tek Ballkani, për të cilën u largua edhe nga Vlora, ku mbante postin e drejtorit sportiv për pak kohë, duke qenë kështu truri Mercatos së verës.